mandatet e krimit të tij bajoneta, si bajoneta kundër çdo shqiptari. Mblidhemi në një kohë kur për të mbrojtur lëkurën e tij, për të mbrojtur krimet që ka kryer, ai vendos t'i mbyll dyert drejtësisë shqiptare. Vendos de facto asgjësimin e pushtetit gjyqësor. Vendos mburoj e plot të mazhorancës së krimit apo të mandateve të krimit për vjedhjet e tij dhe të qeveritarëve. Vendos në kuadrin e një skenari më të ziu skenarit të shkputjes së Shqipërisë nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Pasi përpjekjes të jashtëzakonshme të bëra në vite për një ëndër të kahershme të shqiptarëve, për një ëndër të rilinasve ta, gjeni që një kom që zgjohet pas 5 shekuj lindje e projektojnë në prendim, e projektojnë zonjë në Europë. Tani del një Haxhi Qami, tani del një bandit, del një njeri pa nder, pa flamur, një apatrid, që vetëm pak muaj më parë bërtiste për pasaportën europiane që do udhëronte shqiptarëve, dhe tani unë zjedh pasaportën e Beogradit shqiptarëve në vend të saj. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë, i cili shtyn masivisht shqiptarët që të heqin dorë nga ndërtimi i ëndrrës tyre europiane në Shqipëri dhe të marrin rrugë të dheut për ta ndërtuar atë në vende tjera. Ky është një akt që vetëtishëm e shkput Shqipërinë nga aleatët natyral me të cilët e bashkoi në frym lëvizja vjetorit 90 dhe hapat e tjerë të mëtejshëm që u bën, arritjet e pa diskutueshme në fushën e integrimit
Euroatlantik, integrimin e NATO, marrëveshja e stabilizim asociimit, pranimi i kërkesës Shqipërisë për antarësim, për proces antarësimi, akordimi statusit kandidat nga Komisioni Evropian dhe më vonë nga gjitha vendet anëtare, dhe pastaj më në fund hapja e negociatave. Të gjitha këto Edi Rama i shkelmon për shkak të veprimtarisë tij kriminale, të dy anshme. Vjedhjen e tij të çmendur e të pakufishme të fondeve publike dhe pasurive publike për vete dhe familje. Belinda është lule çfarë janë dy lindat e tij. Por edhe Belinda dhe dy lindat janë Rama vetë. Janë Rama vetë, se Lubia ka qenë thjesht një sekretare notere e vjedhjeve të tij nga 25 vite me radhë nga Bashkia Gjerësor, që ka nda pasurimet e, dhe tani duhet që shqiptarëve të mbyllet dyrët e integrimit në Bashkimin Evropian. Është një moment jashtëzakonisht kritik. Dhe po të kemi parasysh një faktor, e vërteta është deri diku të pandalshëm, që është avancimi i forcave të ekstremit të djathtë në vendet e mëdha të Bashkimit Evropian, për të cilat nuk mund të imagjinohet kurrë që Shqipëria të jetë një vend antar. Këto akte e përçudnojnë Shqipërinë në një shkallë të tillë sa që askush nuk u marrë përsipër ta mbështet këtë vend. Jemi bërë, vendi po bëhet gazelleu. Kur tregjet e basteve merren të parashikojnë nëse Edi Rama do bjeri këtë vit apo jo, ta imagjinoj çdo shqiptar se ku jemi ka ta ndisur ne me këtë njeri.